Në ambientet e bibliotekës universitare të Universitetit të Vlorës u zhvillua këtë të martë trajnimi me temën Etika në media dhe vetërregullimi, një iniciativë e Këshillit Shqiptar të Medias dhe organizatës Res Publica në bashkëpunim me Laboratorin Mediatik Universitar. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin gazetarë nga mediat lokale dhe studentë gazetarisë, të cilët diskutuan mbi sfidat që përballen gazetarët sot në Shqipëri, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së integritetit profesional dhe zbatimit të standardeve etike në punën e përditshme. Trajnimi u drejtua nga gazetari i njohur dhe kryetari i Këshillit Shqiptar të Medias, Coloreto Çukali, i cili solli shembuj konkret nga praktika mediatike shqiptare dhe nënvizoi nevojën për një sistem të vetërregullimit efektiv që garanton lirinë e medias pa abuzim. Në fjalën e tij Çukali theksoi se etika nuk është një kufizim për gazetarët, por një mjet që i mbron ata dhe publikun nga keqinformimi dhe manipulimi. Një vit bëhet një asambleje dhe zgjedhin bordin e etikës. Qëllimi është që sa herë që ka probleme etike të kësaj natyre, pra lajmi është etik, s'është etik, të ketë një organizëm të votuar nga gazetarët vetë, ku të mund vinë ankesat dhe që t'japi edhe zgjidhje. Dhe qëllimi është ky për të kuptuar dhe për të rëtuar ca standarde etike që pastaj të mund t'i zbatojnë të gjithë gazetarët dhe mediat. Unë do e sugjeroja kush ka një media, qoftë portal, qoftë televizion, unë do e sugjeroja shumë që të bësh antar të aleancës, sepse edhe mundësit pastaj për t'ju parë seriozisht dhe për t'ju mbështetur institucionet ndërkombëtare janë më të mëdha kur je antar i aleancës. Sepse nën kupton që kjo media ka një lloj përkushtimi ndaj vetërregullimit. Aktiviteti u mirëprit nga pjesëmarrës, të cilët e vlerësuan si një mundësi të vlefshme për reflektimin profesional dhe përforcim të standardeve gazetareske në një realitet gjithnjë më sfidues.